Kompanitë globale të turizmit digital si Airbnb, Booking.com, TripAdvisor dhe Expedia po gjenerojnë të ardhura nga krimet e luftës, duke promovuar prona të tokave të pushtuara palestineze si atraksione izraelite. Të reklamuara si destinacione me pamje mahnitse apo eksperienca të paharrueshme, shumë prej këtyre akomodimeve ndodhen në toka palestineze të konfiskuara nga komunitetet izraelite, përmes sekuestrimeve ushtarake, shpalljeve retroaktive si tokë shtetërore apo zhvendosjes së detyruar. Le të ndalemi pak në faktin se si këto kompani po i ndihmojnë kolonët të komercializojnë tokat e vjedhura. Një raport i publikuar tani në maj nga Eco Movement riktheu në vëmendje fenomenin e kompanive të cilat gjenerojnë të ardhura nga zonat e konfliktit. Raporti identifikoi në Booking.com rreth 41 prona ofruese në 14 toka palestineze të okupuara. Këto akomodime paraqiten të përqendruara në 2 zona kryesore, gjatë luginës së Jordanit, përfshirë zonën e detit të vdekur, si edhe rreth Kucit Lindor. Evidencat që këto kompani jo vetëm përfitojnë ekonomikisht, por edhe kontribuojnë në mënyrë sistematike në shkelje të drejtave të palestinezëve, nuk janë të reja. OKB-ja i renditi këto 4 gigantë të turizmit mes kompanive të lidhura me aktivitetet në vendbanimet izraelite, të konsideruara të palishme sipas të drejtës ndërkombëtare. Po në 2025, një analizë e gazetës The Guardian zbuloi se 760 dhoma në hotele, apartamente dhe akomodime të tjera turistike në vendbanimet e palishme izraelite në bregun perëndimor, përfshirë Kuci Lindor, reklamoheshin në 2 prej platformave më të njohura të turizmit në botë, Booking.com dhe Airbnb. Dëshmitë që përforcojnë përfshirjen e tyre në normalizimin e pushtimit përmes turizmit nuk mbarojnë këtu. Përkundrazi, raportet e mëparshme të Amnesty International dhe Human Rights Watch kanë argumentuar se Airbnb, Booking.com, Expedia dhe TripAdvisor kontribuojnë në normalizimin e vendbanimeve izraelite, duke i promovuar ato si destinacione turistike dhe duke gjeneruar të ardhura nga aktivitetet ekonomike në territoret e pushtuara. Të 4 kompanitë pretendojnë se veprojnë mbi baza të larta etike dhe me respekt për sundimin e ligjit. Megjithatë, asnjë prej këtyre parimeve nuk duket se ndikon në vendimet e tyre për listimin e këtyre pronave në websajte. Por çfarë i bën këto vendbanime këto është e debatueshme. Për t'ju informuar shkurtimisht, okupimi i tokave të bregut perëndimor dhe Jeruzalemit Lindor ka nisur që në vitin 1967, që atëherë në territorin e pushtuar janë ndërtuar qindra vendbanime të palishme izraelite. OKB-ja në përputhje me Konventin e 4 të Gjenevës, Statutin e Romës, dokumentin themelues të gjykatës penale ndërkombëtare, konsideron se forca e përdorur për të marrë toka, për të zhvendosur palestinezët e aktivitetet për të ndërtuar mbi këto vende përbëjnë krim lufte. Ndërkohë Izraeli jo vetëm që vijon me aneksimin e pronave palestineze, por ofron një sër stimujsh financiar për bizneset që veprojnë në vendbanimet izraelite, si pjesë e politikës së tij për t'i mbështetur dhe zgjeruar ato, me qëllim pengimin e mundësisë së krijimit të një shteti të ardhshëm palestinez. Që me nisjen e luftës në Gaza, dhuna e pronës dhe e palestinezëve në bregun perëndimor dhe Kuci Lindor është përshkallëzuar në nivel shqetësues. Teksa ne flasim, turizmi dhe promovimi për pushime vazhdojnë, ndonse jo për të zotët e shtëpisë, pasi palestinezët janë të ndaluar të shkelin në to.